Rikonstruksioni i rrugës së Foljetave në bllokun e banimit Veggsharaj të Draçinit është një tjetër projekt që po zbatohet në Shkodër për përmirësimin e infrastrukturës. Zonë kjo që në ditët me shi përmbytej nga prurjet ujore të përrenjve të kodrave të Tepes. Kolektori, kanalizimet anësore, tubacionet e ujësjellësit, puseta dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me rrjetin nëntoksor kanë përfunduar. Tani po punohet për shtrimin e sistemit të trases dhe përgatitjen për asfaltim. Ky bllok për dekada nuk ishte punuar për rrjetin infrastrukturës nëntoksore, ndaj qytetarët e kanë mirë pritur këtë ndërhyrje. Për lagje qytetit marrëm i thonë kuj që ka kënë. Këtu sa punu kur, s'kena pas ka me kalu, rrugës prej ujë që ka ardhë, prej malët e për jo. Tash e ka nërëshu 100%. Për këtë projekt, Bashkia Shkodër ka akorduar mbi 10.394.000 lekë të reja. Sipas drejtuesve të punimeve, volumi i punës së deri tanishme bën të mundur që ky investim të përfundojë javën e ardhshme, duke respektuar kështu afatin e 3 muajve, siç është në kontratë.